Fara Pioner është farë cilësore me potencial shumë të lartë gjenetik edhe kemi shumë varietete të ndryshme, duke filluar prej varietetet më të hershme deri ato më të vëndshme, prej FAO 280 deri te FAO 700. Kemi domethënë varietete të ndryshme. Dihet që Pioneri është ka aspekte të tjera të kultivarëve gjithandaj botës. Dikun 40% të shteteve në botë kultivojnë këto fara të Pionerit amerikan. Ndërka në Kosovë sa kanë fituar besimin këta kultivarë? Domethënë prej vitit në vetë Pioniri është rrit në Kosovë, të bo shtrirje të madhe në terrenin e Kosovës. Llogaritet që në botë diku 40 deri 50% ka poshtuar fara Pioner, që është shumë cilësore. Edhe ne Kosovë deri me tani kemi tregtuar 7 varietete të Pionirit. Kemi shembull P0216 është grupi i hershëm për dreth kokër. Për vishet kodrinore malore. Po, një ashtu kemi edhe grupin 280 për kodrinore malore dhe kemi për silazhe. Kemi grupi 600, grupi 640, 580, 700 e kështu me radhë. A mund të mësojnë edhe dhëna ta zëm sa mund të jetë rendimenti për një hektar? Po, rendimenti për farën Pioner mund të arrijë deri në 13 ton për hektar, se ka potencial të lartë gjenetik. Në sa sipërfaqe në Kosovë, keni dhëna ju sa mbyllet Pioneri? Sipas dhënave statistikave po, hektar janë dikun, ndërka sa unë mendoj që dikun 15 deri ofër 20% terrenit Kosovës. Domthon 30 deri në 40 hektarën në Kosovë të milën me misër. Si shpjegoni ju faktin që ende bujku i Kosovës e kanë të ngulitur në mendje faktin për sukses apo si tradit që nuk nxjerret nga koka bujku të Kosovës për kultivimin e 3-4-shës. Ani pse në Serbi interesant kjo nuk kultivohet më shumë kultivohet Pioneri shumë. Është nxjerr për përdorimit, por në Kosovë ende në miseranisë të Kosovës ka kultivar 3-4 aty. Është e vërtetë që në Kosovë ka ende farëra të vjetra autoktone, por dita ditës fermerët janë të vidisuar dhe janë të e pa suksesin e farës cilësore Pioner, dhe unë mendoj që prej vitit në vit ka rritje suksesshme dhe më të madhe ndaj farës Pioner. Ai që blen farën nga ju, ai shpjegoni ju për Gjithsesi, kompania jonë është prej 4 agronomëve, vazhdimisht jemi me fermer, me barnatore bujqësore dhe nikosisht me këshilla sugjerime ndryshme. Edhe në përkujdesin e juaj është ngritur kjo fushë demonstruese. Po. E praktikoni këto për çdo vit? Për çdo vit praktikojmë ditë fushore për mi testu fara të reja, se çdo farë e re ka potencial më të lartë gjenetik, edhe për çdo vit organizojmë ditë fushore. Dhe keni ekskluzivitetin shpërndarjes të farave të Pioner. Po, kompania Agronion është ekskluzive për farën cilësore Pioner nga fara amerikane, që do të thotë kompania jonë është në shërbim të barnatorëve dhe fermerëve non-stop. Faleminderit. Me kataloge ndryshme, këshilla, sugjerime.